Miqtë e mi, sot mendova të bëj çik lëng pjeshke. Çuni ma kërkon gjithmonë, është i vetmi lëng që ai preferon. Dhe hajt mosin e nonat, po e bëj. Në fakt pjeshkët me push janë shumë më të mira se këto nektarinat. Nuk gjeta ashtu dhe unë mora këto, po ishin të pjekura dhe të buta. Nektarin. Po në fakt nuk janë shumë të ëmbla dhe unë do t'i hedh një gotë sheqer dhe 2 lugë lëng limoni për shije. Dhe do t'i mbuloj me ujë të filtruar. E kuptoni? Pasi merr val, unë do t'i zi 15 deri në 20 minuta. Pastaj do t'i fruloj me këtë gjën. E shifni? Nona fare, kjo ka janë 30 vjet. Tani për konsumim të përditshëm, unë do mush këto shishet e qelqit, i damllos mirë, por në temperaturë normale, qelqi duron dhe në 0 gradë. Mos m'jan thy ndonjëherë, nuk e di. Kurse për t'i ruajtur më gjatë, kam këto shishet e ujit, janë të reja. Tani po fillojmë nga puna, ja, këto janë në zjarr mesatar, avash. Pasi mori val, tani do t'i hedh 250 gram sheqer, janë 4 kg, do me thonë janë 2 kg pjeshk dhe 2 litër ujë këtu. Edhe ka vetëm 250 gram sheqer dhe 3 kuba limon. Unë i ruj kështu. Nuk e di se si i runi ju, në masat e vogla, i ruj në dimër, kur i marr ande nga shtëpia prindërve. Limoni jep shumë shije, shumë fare, t'jeni të sigurt. Ja. Dhe sheqerin. Tani i lej për 10 minuta, se po valon. Pastaj fik sobën dhe i fruloj. Nëse duam t'i ruajmë dhe shishet janë të reja të qelqit, ja u thash miqtë e mi këto, dhe mbyllen hermetik, mund t'i ruash në një vend ku të dush, poshtë lavamarit, në një vend të freskët, nuk është nevoja për frigorifer. Po unë në përgjithësi këto shishe, se nuk i kam dhe tapat e reja, i lej për konsum të përditshëm. Kurse këto të dyja, ndoshta do i fus në akull, por është shumë rëndësishme që të shishet plastike lëngu të futet i ftohtë akull, se janë plastik. Po këto janë kushtet. Lëngu i pjeshkës përfundoi. E shikoni miqtë e mi? Shik trashësia. E frulova me këtë gjën 30 vjeçare dhe tani avash do ta sistemoj në shishe. E shikoni? Them drejtën, kujdes do çdo gjë. Dhe për merak ti plus hinkës duhet një kulles patjetër, se mbet në çik lëkur, në gjë dhe kur ti qeras në roba man se hajt me rob të tuj, duhet me qeni çik. Duhet. Është krejt më mirë. Shikoni? Do kujdes, do durim, do nerva, po del fantastik. Janë 4 litra. Hajt t'i blesh në dyqan. Le që dora jote nuk ka çmim, Avash miqtë e mi, do t'i sistemoj. Faleminderit. Miqtë e mi, ky është lëngu pjeshkës, kaq i doli. Duhet patjetër ta kaloni në kulles. Tani për qef këtu, këtë gotën me akull, ai se po e pi vet. O, sot s'ka dal. E shikoni, është mirë gjithëmente, po mua nuk më gjende dhe vuna këtë dashurinë për zilokun. Ju dua gjithë të mirat ju uroj nga zemra me këtë lëngun e pjeshkës, një ditë të bukur të kaloni.